Vllaznia Elbasani është kryesfida e javës së 24 të Kampionatit Kombëtar të Futbollit, një sfidë që do shoqërohet me një ceremoni festive për 107 vjetorin e themelimit të vllaznisë. Në praktikë kësaj sfide ka folur kapiteni i Kuqibluve Bekim Balaj, i cili tha se gjithë fokusi është tek ndeshja. Gjithë fokusi mund të them është te ndeshja. Edhe që këtë festë më të bukur e bën 3 pikë, kështu që përqendrimi është maksimal aty. Ecuria e mirë, mund të them vjen një moment mirë, ndoshta para pak javësh duke larg vendi i parë dhe krijoi ndoshta një frymë që deri diku nuk ishte ajo që na duhej, por që skuadra tregoi që ka forcë, ka kualitet dhe potencial për ta kthyer situatën. Mendoj që ky grup djemsh që mas janarit, mund të them atë Ecuri që bëme, tregoi që realisht ka skuadër që ka shumë cilësi më dhe pretendimet janë maksimale. Vllaznia gjithmonë nis pretendente, titulli kampion është ajo që kërkojnë gjithë, por që për të shkuar aty është një rrugtim i gjatë. Besoj që kena bërë mirë, kena marrë neshet me radhë, kena kaluar atë ndoshta si krizë që mund quaj dhe kjo tregon forcë, kështu që kjo skuadër po bën mirë, mendoj që gjithë janë qartë në atë që duam dhe sigurisht që duhen marrë gradualisht neshe mas neshe për shkuar aty ku gjithë kërkojnë. Shënon apo nuk shënon bale e rëndësi ka që fiton vllaznia. Në skuadër ka përballje me shumë lojtarë cilësor që mund të shënojnë dhe mund ta çojnë skuadrën tek fitoria, kështu që jena gjithë për një objektiv. Më e rëndësishme është fitoria e vllaznisë, jo vetëm golat e balait. Edhe për mbrojtësin Erdenis Gurishta, fokusi i skuadrës është 3 pikëshim. Ne vlerësojmë Elbasanin, ashtu dhe gjitha ekipet tjera. Fokusi jonë është ditën e nesërme që të marrim 3 pikëshim. Brenda ekipit nuk ka fare presion, jena shumë qetë, e dim që ndeshja rras, edhe e dim që nesër as nuk fitohet kampionati, as nuk humbet kampionati, por ne duhet ta vlerësojmë si gjitha ndeshjet tjera dhe çdo 3 pikë ta afrojnë edhe më tepër me objektivin që kena. Me çështja që është vjetorori për ne është një motiv ekstra që të fitojmë dhe pas ndeshjes festojmë me tifozat. Por gjithsesi nuk e kena mendjen tek festa parakushme. Mendja jonë është vetëm që të fitojmë ditën e nesërme dhe të vazhdojmë në rrugën drejt asaj që kemi objektiv ne. Sfida vllaznia Elbasani do të luhet të dielën në orën 19:30 në Stadiumin Lor Boriqi.